Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur këtu. Unë do flas fare shkurtimisht në lidhje me programin ton, sa i përket Albani foli më tepër për propozimet tona për diasporën, do flas çik më në përgjithësi për të shkurtimisht fare. Por do ta nis në radhë parë nga një farë eksperiencë personale, familjare, sepse unë gjithë fisin e mamas e kam në Selanik, që jeton që nga viti 91, dhe fisin e babait e kam të shpërndar në gjithë Greqinë, me thënë drejtën, të gjithë emigrantë që punojnë dhe jetojnë aty. Megjithatë lidhjen me vendin e tyre nuk e kanë humbur kurrë, sepse ka nga ata të cilët rrugtimin e tyre profesional e kanë nisur në Shqipëri, por ama arritjen e kanë realizuar në Greqi. Për shembull, tezja ime është flautiste në Filharmoninë e Selanikut, ama gjithë formimin e saj e ka marrë në Shqipëri. Ka dhe nga ata të cilët erdhën në Greqi, morën një zanat dhe pastaj atë zanat që morën e transferuan në Shqipëri. Shtarën të mi të cilët erdhën këtu punuan në kuzhinë dhe sot kanë 2 restorante për shembull në Himar. Pse për mos folur pastaj për brezin e dytë, i cili sigurisht lindi dhe u rrit në Greqi, u arsimua në Greqi dhe në një farë mënyrë duam ne identifikojnë çik më shumë me Greqinë se sa me Shqipërinë. Tani e marr këto shembuj për të thënë këtë gjë që në gjithë eksperiencën e tyre të familjes time, po besoj edhe shumë për jush, shteti shqiptar ka qenë totalisht, si thua, larg, i papranishëm në asnjë gjë. Vetëm kur emigrantët vinë, investojnë në Shqipëri, sjellin remitancën në Shqipëri, shteti shqiptar është aty të taksoj, të shpronsoj, të bëj padrejtësi nga më të ndryshme, siç u bën gjithë shqiptarëve xhanën, po edhe emigrantëve. Ne kemi një shtet i cili paradoksalisht mburet me faktin që remitancat thot në Shqipëri po shtohen. Po them paradoksalisht sepse bëhet fjalë për njerëz të cilët punën tyre, produktin e punës së tyre, taksat i paguajnë dikujt gjetk dhe detyrohen të kthejnë para pas në Shqipëri, sepse aty kanë të afërm. Ne kemi thënë shumë shpesh që emigracioni, diaspora shqiptare është shteti social i munguar i Shqipërisë. Kur nuk kemi shtet social në Shqipëri, ata që jetojnë, sidomos më të vjetrit në moshë, jetojnë vetëm fal remitancave që kthejnë pas emigrantët që punojnë diku tjetër. Prandaj në propozimin ton të programit ton politik, ne flasim për shtet zhvillimor, shtet social dhe shtet të së drejtës. Gjithashtu pjesëmarrjen demokratike. Shtet zhvillimor në radhë parë sepse në Shqipëri ekonomia bazohet në spekulim. Në spekulim financiar, në spekulim në sektorin e ndërtimeve, ndërkohë që na duhet që investimet të shkojnë për zhvillim në sektorët prodhues, në sektorët të cilët kanë synim eksportin. Flasim për shtet social pikërisht sepse pensionet në Shqipëri përmenda janë më të ulta në gjithë rajonin, lejmë pastaj Evropën. Kemi me qindra mijëra pensionistë që jetojnë në kushte varfërie thuajse ekstreme. E thash, po mos ishte për emigrancët dhe emigrantëve, nuk do mbijetonin dot. Atëherë shteti shqiptar duhet marrë përgjegjësitë e veta. Kemi sistem arsimor të rënuar, ne vim nga bota akademike, po përgjysmojnë ditë pas dite numri studentëve. Të gjithë ata që kanë mundësi ikin jashtë për të studiuar. Të gjithë ata që kanë të mundësi largohen. Kemi sistem shëndetësor të rënuar. Të gjithë, si thua, arsyeja kryesore në një farë mënyrë pse të gjithë duan të marrin letrat në Greqi, në Itali, është në radhë parë për të kujdesur për shëndetin e tyre, sepse dinë që mund të shkojnë në një spital publik dhe mund të marrin një shërbim. Kështu që situata në Shqipëri është mjaft e rëndë dhe ne mendojmë edhe që duke punuar për ta përmirësuar këtë situatë në Shqipëri, ndihmojmë njëkohësisht edhe migrantët të cilët deri më sot kanë mbajtur barrën më të rëndë sa i përket varfërisë që ndodhet në vendin e tyre. Më tej gjithë propozimet që tha edhe Albani sa i përket, si thua, aspekteve që lidhen drejti me migrantët, por bja fundit do them është që ne kemi ardhur më tepër këtu për të dëgjuar për jush, për të marrë sugjerimet tuaja, se sa, si thua, për të vërtetuar flamurin edhe për të thënë që ne
si thua jemi ata që s'duam të ndjekim shembull e politikanëve të vjetër, këtë jam duke thënë. Pa e zgjatur shumë, e kaloj fjalën e Arlindit dhe pastaj besoj të kemi mundësi të diskutojmë. Faleminderit.